Gjeneta shfaqet me bluzën e Gjesit, çfarë shihet pas mesazhet të koduar. Zbardhen detajet. Dje, Adre dhe Liriana sollën projektin e dytë me protagoniste, Gjenetën. Siç edhe pritej, vëmendja nuk shkoi vetëm tek muzika, por edhe te finalistja e Big Brother VIP Kosova 3, e cila u shfaq duke qarë dhe duke mbajtur një bluzë të zezë. Detaj që e ndezi me njëherë rjetën. Fansat vurin ngjashmërinë e bluzës, që dikur i përkiste Gjesit, ish banorit me të cilin Gjeneta pati një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpi. Burimet të prive Pali Pirtas Pahiu konfirmojnë se bëhet fjalë pikërisht për bluzën e tij. Një nga gjërat që Gjeneta e ruajti për vete. Pasi Gjesti u eliminua nga televotimi kokë në kokë me Drilonin. Në rrjet po qarkullojnë edhe fotot e Gjenetës në shtëpi me të njëjtën bluzë. Komentet në rrjetet sociale shpërthyen. Kujtojmë se edhe me këngën Pishman ajo përfol se mund të ishte një dedikim për të. Tani me Aram, ajo ja vë vulën, duke u shfaqur edhe me bluzën e Gjestit. Një detaj që fansat e kanë vënë më një herë. Gjeneta pak jo më parë pati gjithashtu një intervistë fort emocionale. Nëse luan topi, kur rrëfeu pengjet në raport me Gjestin. Kur gazetarja Ariona Rusi e pyeti nëse do e takonte, ajo nuk e hodhi poshtë. Ajo shprehu dëshirën që në një situatë të lirë dhe pa presion nga të tjerët të kishte mundësinë të fliste vetëm me të, duke ruajtur një marrëdhënie të sinqertë dhe të hapur. Edhe nëse nuk janë të destinuar për njëri tjetrin në mënyrë romantike, ajo theksoi rëndësinë e respektit mes tyre, sidomos gjatë momenteve të vështira. Detaji i bluzës dhe rrëfimet e Gjenetës kanë rindezur fansat. Por ju si e shihni? A ishte një mesazh i koduar për Gjestin?